ecim para. Për vetë artistët, kush ka bërë më tepër, zoti Kame? Sepse pushtetet kanë ndryshuar, edhe pse jemi në 3 mandate me Edi Ramën, kanë qenë edhe këta që janë opozit, kanë qenë në pushtet. Kush i ka drejtuar më tepër syt tek artistët? Tek artistët? Nëse do shkoni të shikoni në një obor shkolle, gjatë pushimit të madh, dëgjoni fëmijët si flasin me njëri tjetrin. Shumica e tyre flasin anglisht. Shqiptar. Në Shqipëri. Dhe flasin anglisht me njëri tjetrin. Pra do të thotë që këto 34 vjet askush nuk ka bërë për artistët. Ma shpjegoni më mirë këtë ju lutem. Askush nuk ka bërë për artin. Arti është identitet, arti është gjuhë. Zonjë, më thoni sa përqind prodhime shqiptare, filmike, artistike, dokumentar, historik, filma për fëmijë, qarkullojnë në ekranet shqiptare. Sa seriale shqiptare keni, sa filma shqiptare në vit prodhot, Qendra e Filmit ka 4 vjet që s'ka hapur një thirrje për bërë një film artistik, 4 vjet, me buxhetit më të ulët të rajonit. Dhe s'po flasin Francë, Itali, Angli, në rajon. Pra, zonjë. Pra nga askush nuk është bërë asgjë? Absolutisht asgjë. Absolutisht asgjë. Përkundrazi, uroj të mos jetë e vërtet, por në këndvështrimin tim është bërë kundërta, është penguar arti dhe kultura shqiptare. Qëllimisht që shqiptarët të jenë njerëz pa identitet, njerëz lehtësisht të kontrollueshëm, njerëz lehtësisht të manipulueshëm. Arti dhe kultura është identiteti një njeriu. Gjuha amtare është identiteti një njeriu. Sot në Tiranë nuk del dot dhe nuk gjen, gjyqja ime nuk gjen dot një bar. Pse se janë të gjitha me emra të huaj. Të më falni dhe ju se jeni televizion publik, por live më falni. Kemi fjalët tona shqipe. Po degradojmë zonjë si shoqëri dhe urojmë të mos jetë shumë vonë. Urojmë të mos jetë shumë vonë. Në këto kohë e në këto vite, çfarë është bërë diçka që është pozitive dhe mirë, apo që mund të quhet arritje? Fjala bie për kryeqytetin, për Tiranën, por për gjithë Shqipërinë. A njihni ju diçka të mirë për cilën Shqipëria ka evoluar, është përmirësuar dhe duhet njohur si diçka që është pozitive? Zonjë, fasada është jashtëzakonisht e bukur. Fasada është shumë e bukur. Themeli. Themeli. Të vemit e turizmi se trumbetohet si arritje, më falni zonjë, po turizmi, ai lek që futet nga turizmi, ku vete zonjë? Rrinë në Shqipëri? Ikën jashtë tranzit. Pse? Turisti që vjen me avion. Sa linja ajrore kombëtare kemi? Pra, biletën kujt e paguan? Ja paguan një linjë ajrore të huaj. Ikën lekët edhe. Rrugës. Me traget, sa tragete shqiptare kemi? Asnjë. Ikën. Nafta vjen me makinaj. Naftën e blem jashtë, zot. Pra, ai e blen këtu dhe ne ka këtu e çojmë lekun prap jashtë që të blem naftën atë. Po gruri. Për të bërë bukën që do hanë turistët. Po frutat, po perimet, po vera, edhe ujë, që jemi vendujor. Pra, gjithë shka vjen, futet dhe kalon tranzit. A e 20% që ngelit këtu, edhe ai keq menaxhohet për të mos përdorur fjalë të tjera. Bankat, një njeri që do hapi një hotel, do marrë një kredi. Sa banka shqiptare kemi të zhvillimit? Ikin para jashtë. Do një ristrukturim, sepse nuk po vjedhet vetëm Shqipëria, po vjedhet dhe puna dhe djersa e shqiptarëve. Po punojnë kaq për të përfituar kaq. Duhet të ndryshoj. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studio, suksesen punën tuaj në alternativën tuaj, zoti Kame. Falenderit juve për ftesën. Përfundon këtu biseda me zotin Gent Kame, aktor, regjisor dhe kandidat i Shqipëria bëhet. Përfundojmë këtu bashkë transmetimin e drejt për drejt nderuar shikues, i cili ka nisur që në mëngjes, ndërkohë që shkojmë në një hapësirë publicitare dhe pas pak do t'jeni me kolegun Renaldo Saliani.